Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Ali Ahmeti përmes një letre të hapur ka reaguar ndaj debateve për statusin e gjuhës shqipe duke theksuar se ajo është e drejtë kushtetuese dhe jo çështje negocimi. Kreu i BDI-s nënvizon se marrëveshja e Ohrit mbetet themeli i shtetit dhe çdo përpjekje për ta vënë në pikpyetje cënon të ardhmen e vendit. Ahmeti paralajmëron se çdo tentativë për të relativizuar apo kufizuar përdorimin e shqipes rrezikon stabilitetin dhe besimin ndërmjet komuniteteve. Ish zëvendës ministre e mbrojtjes e Maqedonisë së Veriut, Elfete Ismaili denoncon përjashtimin sistematik të shqiptarëve nga strukturat kyçe të Ministrisë së Mbrojtjes dhe përfaqësimit ndërkombëtar të vendit. Në reagimin e saj, Ismaili thekson se zhvillimet e fundit janë thellësisht shqetësuese duke përmendur si shembull kursin e fundit për oficer. Sipas saj, nga 16 kandidatë të përzgjedhur asnjë nuk është shqiptar. Krahas saj, edhe në misionet diplomatike ushtarake nuk ka asnjë shqiptar, ndërsa në disa ambasada si në Berlin dhe Ankara, përfaqësues shqiptar janë zëvendësuar me kandidatë të nacionaliteteve të tjera. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Kosovës paralajmëroi takime me opozitën lidhur me çështjen e presidentit. Pas interesimit të gazetarëve, Albin Kurti u përgjigj pozitivisht teksa po shkonte në zyrën e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje. Kur ka kaluar mbi një javë që kur gjykata kushtetuese vendosi që presidenti të zgjidhet një afat prej 34 ditësh, shumica në pushtet ende nuk ka bërë asnjë lëvizje. Edhe më herët, Albin Kurti paralajmëroi takime me kryetarët e partive opozitare, por tha se më parë nevojitet konsultimet e brendshme. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës deklaron se synimi i shumicës në pushtet është të marrë kompetencat e presidentit të Republikës pas mbarimit të afatit të Vjosa Osmanit. Në një konferencë për shtyp nga ambientet e Kuvendit të Kosovës, Ramush Haradinaj tha se lëvizja vetëvendosje dëshiron që ushtruesi i detyrës e presidentit të jetë kryetari i Kuvendit Albulena Axhiu. Duket që në VV kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetaria e Kuvendit të jetë edhe ushtruesi i detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës shpesh, pastaj çohim si do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë si kjo. Ju dini na janë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lirë në datën kur presidenti aktual e kryen mandatin, ushtruesi i detyrës presidenti vjen zonë Axhiu, pra VV po pret. Haradinaj konfirmoi se kjo forcë politike ende nuk ka vendosur se si do të veprohet me votat e saj për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Ka vota, 6 i ka, po nuk i ka të përcaktuar si me vepru. Ju thash edhe një herë nuk kemi asnjë zhvillim, çfarë do natyre qoftë, edhe shihet qartë pra, që ka të bëjë me kohën. Po pritet 5 prilli, që në shkullën e Osmani, në qenë ushtruesi i detyrës presidenti zonë Axhiu, e pastaj ta shohim çka bëjnë. Komuniteti rom, mashkali dhe egjiptian do të regjistrojnë falas në Kosovë. Vendimi i qeverisë është bërë i ditur nga Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal. Regjistrimi i falas së komuniteteve rom, mashkali dhe egjiptian do të dëshmojë përkushtimin tonë ndaj përfshirjes, duke siguruar që të gjithë anëtarët e shoqërisë të njihen dhe të kenë qasje në shërbimet komunale, shkruan Albert Krasniqi. Bota. Irani njofton se po lejon anijet të kalojnë në përngushtitën e Ormuzit për sa kohë që ato nuk i përkasin agresorit dhe nuk janë të lidhura me të. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Esmail Bagaei, thotë se Irani nuk do të tolerojë një cikël vicioz lufte, negociatash dhe armëpushimi. Bllokimi i ngushticës së Ormuzit ka vendosur në vështirësi të gjithë ekonominë globale, pasi në të kalon rreth 20% e sasisë së përgjithshme të naftës së lëngshme që shfrytëzohet nëpër botë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.